I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu ka thënë Kur'an, Inna Allahe ma'as sabirin. Allahu Gjelle Gjelaluhu është me durimtarët, me sabërlit, me ata të cilët bajnë sabër durim. Dhe Zoti Dhul Gjelale ka dallu sabrin pe tjera obligime. Nuk ka thënë Zoti unë jem me atë që falet ose agjeron ose bën sadaka jep ose, po ka thënë unë jem me ata që bën sabër, me ata që bën durim. Dhe durimi, sabri është një shkallë shumë të lartë për shkak se Zoti e ka ngrit, sikurse njerëzit e kanë durim, ashtu qysh ka thënë Zoti Gjelle Shanuhu, nuk vije deri te ndonjë ngatresë, ndonjë vrasje, ndonjë plagese, ndonjë rre, as me shku në burg, as me pas telashe, me familjen, me gruan, me evlat, me shokun punë, në rrugë me veturen, nuk do të kesh asnjëherë telashe sikur se të kish këtë ajet Kur'anit në zemrën tane, në mendjen tane. Inna Allahe ma'as sabirin. Dhe unë i them të gjithë atyre që na ndeqin nëpërmjet këtyre ekraneve, merrni këtë ajet Kur'anit, vendosni në kokën e juve. Çka nën kupton me këtë? Kur dish prej shtëpisë tane me durim, me sabër, mos dil me vrull. Po kur vjen në shtëpi me sabër, mos hin me vrull. Dhe kur njëherë nuk kemi pas të lashe në jetën tane, për shkak se jeta është spro, dhe jeta ka sfida, dhe në sfida duhesh me pas sabër. Të pyesim